Po, është e vërtet në klinikën infektive këto 2-3 javë të fundit i kemi pas gjithsej 10 pacientë hospitalizuar me morbil. Mosha atyre ka qenë prej moshës 1 vjeçare deri në 2 vjeçare gjys 3. Kemi pas një rritje të numrit të kërkesës për hospitalizim, e cila nuk është karakteristik, nuk ka qenë karakteristik më përpara, po tani më kemi pas këtë situatë. Duket që të gjitha pacientët të cilët kanë ardhur te ne që të hospitalizohen kanë qenë të pavaksinuar dhe ndoshta kisha me thënë mos vaksinimi i tyre ka çuar në këtë situatë. Pa dyshim që është ngjitse dhe është sëmundje vaksinë preventabile ose përmes vaksinimit parandalohet përhapja e kësaj sëmundje. Andaj rekomandimi im është për të gjithë prindrit të cilët eventualisht nuk kanë bërë vaksinimin e fëmijëve tyre, që të vaksinojnë sa më parë që të jetë mundur, në mënyrë që mos vijë deri te prania e kësaj sëmundje dhe mos vijë gjatë hospitalizimit të cilat i kemi tani. Sëmundja e morbilit ose e frutit ka karakteristikat e veta klinikë, një ndër karakteristikat kryesore është ndryshimi në lëkurë në formë të eksantemes morbiliforme që është tipike në formë të njollave të frutit, por gjithsesi unë kisha rekomanduar dhe kisha apeluar te prindrit që në mënyrë që mos vijë deri te prania e kësaj sëmundje, sepse kjo sëmundje më përpara ka qenë në vendin tonë nuk ka qenë kaq e shpesh për arsye se këto 20 vjet të fundit kemi pas vaksinim shumë të rregullt, shumë të mirë dhe mos të thellohemi në trajtimin e kësaj sëmundje, po të thellohemi në vaksinimin e saj dhe meqense sot vaksinat janë shumë të sakta dhe janë shumë të sigurta, të vaksinojnë fëmijët sa më shumë që të jetë mundur në mënyrë që mos ketë nevojë që të trajtohen, sepse kjo sëmundje nuk duhet të paraqitet në mesin e fëmijëve tonë, pasi që ka vaksinë.